nuk kanë asnjë rëndësie realisht për artikulacionin dhe ky koncepti edhe i trajtimeve që ju shikoni me këto kërcitjet e forta gjitha e mbërgjithsisht janë thjesht spektakolare, por pa vlerë reale mjekësore. Ato i kanë frikun. Ato që hypin këta për sipër kështu dhe ato janë të rrezikshme. Manipulimet sidomos të qafës të bëra me rotacion, me rrotullim. Po. Ka rrezik shëndetësor. Ka rrezik shëndetësor të madh. Ç'a mund të pësosh? Mund shkaktosh forma trombotike. Wow. Sepse arteria në atë nivel është shumë pranë me strukturën kockore dhe ka rrezik shëndetësor. Nuk rekomandohet realisht. Por për pjesa pastaj njerëz caktuar marrin përsipër punën e tyre. Ai rrotullimi, domethënë në vetvete tek manipulimi, rrotullimi është zonë shumë e rrezikshme, sepse mund ta kapësh arterien vertebrale në kundërkohë, pra në mënyrën e funksionimit, pra në momentin që ajo do të kalojë gjaku, ti jep presion dhe ajo ngushtohet. Në vend të kësaj mund të shkaktosh pra një problem të rëndësishëm shëndetësor, sidomos nëse personi ka patologji të fshehura, siç janë forma trombotike, këto janë të cilat shumë njerëz nuk i dinë që i kanë. Po mirë, ç'a efekti është kur ndodhin këto manipulimet të forta, për cilat unë mendoj negativisht, por megjithatë ndodhin këto manipulimet dhe ai pacienti ndihet i çliruar, ndihet si më qetë, domethënë ç'a ndodh fizikisht? Po sepse bën një restart. Fija nervore në atë zonë bën një restart momental. Nuk zgjat më shumë se sa një muaj ky efekt. Është një efekt komplet i përkohshëm. Se ti pasi do ikësh kërcitesh pra. Ke nevojë përsëri, koncepti osteopatisë, domethënë se kjo hyn tek osteopatit është midis kiropraktikës e osteopatisë. Janë koncepte bazuar në faktin që ne nuk duhet kemi teknologji, duhet funksionojmë në mënyrë natyrale. Kanë efekt komplet përkohshëm, sepse realisht ne nuk arrim dot me mjete natyrale të gjejmë zgjidhje të gjata në kohë. Po duhen aparaturat për çdo gjë, duhen mjetet për çdo gjë.